Mi mbrëma të nderuar teleshikues të Albykej TV, mirë se keni ardhur në këtë transmetim të drejtë për drejtë të personazhit. Është kënaqësi e veçantë, jemi drejt për së drejtë, është gjithmonë bukur dhe pikërisht në këtë ditë bukur, pikërisht në këtë përvjetor të 7 personazhit, kemi përzgjedhur një personazh shumë interesant. Unë i falenderoj dhe përshëndes fort gjithë ato persona që kanë bërë histori tashmë në Albykej TV pikërisht në personazh Alb. Kanë qenë me qindra pa fund, njëri emision më i bukur se tjetri, emocionet veçanta. Kanë qenë të ftuar personazhe, personalitete nga fusha të ndryshme, shqiptar të suksesshëm nga anë mbar botës, me të vërtetë kënaqësi e veçantë, respekt e mirënjohje për gjithë secilin prej jush. Në këtë përvjetor të 7 të emisionit tim, personazh Alb këtu në Albykej TV, është i ftuar është një gocë, një zonjë, një nën, një femër shumë interesante. Është ftuar posaçërisht për ditën e sotme sepse është interesante edhe dita me cilën ne po flasim. Do e prezantoj në këto momente, na përshëndet nga Londra buku, pikërisht jo shumë në distancë, në vija ajrore, se kështu jemi goxha larg, por në vija ajrore nuk është larg. Por na përshëndet në këto momente si Dorela Çokaj, e dashur, mirë se erdhe, kënaqësi e veçantë, faleminderit që na pritet, që të pritem, që e pritem njëri tjetrin. Mirë se ju gjeta. Faleminderit e dashur, faleminderit që gjete kohën, e di që ti je shumë e zënë edhe më bëhet shumë qefi kur zonjat e bukura si puna jote, pikërisht bjondet e bukura, janë shumë zëna me shumë impenjime dhe me të vërtetë kënaqësi e veçantë. Duke qenë se kemi shumë gjëra të bukura për të diskutuar në natën e sotme, cili do të ishte mesazhi i parë, sepse personazh Alb, pra emisioni personazh Alb këtu në Albykej TV, që është televizioni i parë dhe i vetëm në Mbretërinë e Bashkuar, sot feston 7 vjetorin e krijimit. Pra kemi 7 vite transmetime live, 7 vite të ftuar personazhe nga gjithë shqiptaria në mbar botës. Cili do të ishte mesazhi yt i parë? Urime. Sa i gjatë ishte mesazhi me tu bërë. Faleminderit shumë e dashur, faleminderit. Mos më thuaj që ke emocione, sepse tani ti je çdo ti jam kapën e tash, zi çfarë gjeti. Zi çfarë gjeti ty, as gjeti ti je non stop live, non stop në transmetime kështu, live online gjithë ditën. Jo, s'bëhet fjalë që ti të kesh emocione. Mirë, si Dorele dashur, pa humbur kohë, do të kisha dëshirë që na tregoje diçka nga prejardhja jote familjare. Ka prejardhja ime familjare. Unë kam linë në Shkodër. Në Shkodër prindërit e mi janë për një fshat afër Grudës, quhet Guci, edhe aty kam linë, aty kam nejt deri një 4 vjeçe. U qume u nisme për angli, shitme në shtëpi krejt senet. Kam marrë këtu 4 vjeçe e gjys. E morën rrugën, si krejt gjithë krejt shqiptarët, nda që në kamion, atër, kështu në për skafa, në për zhona. Mban mend i dashur si Dorel pikërisht atë momentin që jeni shkuar nga Shqipëria, kujtohet ndonjë gjë e vogël? Po rrena hiç, absolutisht nuk më mend kurrë. Vetëm çam kanë ndiftu për rrugën, për shembull, si ma ka shpjegu mami edhe babi, se unë për veti nuk kam më mend hiç. Pra, nuk e mban mend as largimin nga Shqipëria, por as ardhjen në Angli apo jo? Jo. Okej, mirë, por gjëja që më pëlqen shumë tek ti, përveç sukseset e tjera që ne do i cekim me radhë step by step gjatë emisionit, gjatë intervistës, do të kisha shumë dëshirë që të përgëzoja dhe të falenderoja për shqipen tënde, dialektin tënde e ke përzier pak nga Shkodra, pak nga Malësia Madhe, por që ke një shqipe, bravo, bravo, bravo. E ke ruajtur në perfekcion, bravo. Na bate babi të shtëpia, shqip të shtëpia, anglisht të shkolla, edhe na rrote po fiqim anglisht të shtëpia. O më mësu o s'ka. Sepse tashmë si Dorel, ne duhet ta themi, duhet jemi realist që tashmë shqiptarët edhe ato shqiptarë që jetojnë në Shqipërinë tonë që është e gjithë dhe po gati po duket e askujt tashmë, në Shqipërinë që na dhem shpirti para Shqipëri, më shumë flasin në gjuhë huaj shqiptarët e Shqipërisë që jetojnë aty, sesa ne që jetojmë jashtë dhe kur shkojmë në Shqipëri, flasim më qartë, më pastër dhe më pak fjalë të huaja në jetën e përditshme. Po kjo është gjë normale se gjithkush ka më gru. Gjithkush ka më gru edhe në Shqipëri, po thuaj gati shumica din anglisht. Po ta din të anglisht dhe flasin anglisht pikërisht në Shqipëri, në mes Shqipërisë, atë duket disi e çuditshme.
Jo, ka lezet me një gjuhën tonë. Jo, ka lezet. Ka lezet kur flasim gjuhën tonë, edhe dim si me e fol, e jo me e përzi atin, po është edhe gjë normale si me kohën, gjithkush ka emigru, gjithkush ka dal jashtë. Okej. Si dhe faj popullit, atin. O, nuk do i vëm thaj, askuj, absolutisht, po Nuk thjesht do i me vëm thënë thaj. që të duket disi e çuditshme. Mua ma vret veshin edhe nuk më pëlqen fare që brezi ri, pra ne ku shkojmë nga bota huaj, un kam 12 vite që jetoj në Angli, ti ke 21 e kusur vite që jeton në Angli, dhe ti e flet shqipen, unë e flas shqipen shumë më pastër dhe shumë më mirë dhe shumë më pak fjalë tuaja në jetën e përditshme, por jo vetëm, se sa shqiptarë që jetojnë pikërisht atë dhe mua më duket një absurditet shumë i madh. Nuk e di, nuk më pëlqen fare. Që jetojnë në Shqipni, tash ata du të me diskutu, du të me ditë me fol shqip, po... E pra, e të keqen, atë doja dilja, sikur nuk ka kuptim. Fix. Mirë, dashur, të lutem më ndihmo pak me vijimin e jetës tënde pas moshës 4 vjeçare. Okej, aty këna unë në Angli, na patën fut në përshpia, jo i herë këna jetu në Brixton, atëherë mas Brixtonit këna jetu South London, ishte i vend shuet Surrey, shumë lagje e mirë, krejt bord, krejt kështu, like, a jetu kupsu si posh, a kupton? Ka lagje e pasur. Shumë lagje e pasur, atëherë në masi nejt ma aty një 10 viteve, kur kam bëja 15 vjeqe, qonë prind në lvizin këtu në North London. Okej, në veri Londrës, po? Po, në Southgate. Atëherë kam jetu aty komplet jetën deri më sot që jam këtu. Okej, bukur. Cila është ajo ideja e përgjithshme për Londrën, me qenë se ti ke shumë vite që jeton, pra 20 e sa vite. Integruar me gjithçka që unë personalisht unë e para nuk e kam ditur fare që ti je shqiptare, dhe pastaj kur hyra në për profilet e tua, shiko me sa shqiptare e bukur, po shiko me sa veriore e bukur, po shiko me sa malcore e bukur, dhe pastaj nuk e di, unë besoj që ti e integruar, ti familja jote janë integruar shumë shpejt, apo si ka ndodhur pikërisht me jo? Po në diskutim se s'ke hallas dërman pa u integru, se jetë me ta njerëz i ka i shef për çdo ditë, apo jo. S'ke ka me shku pa u lidh me ta, pa u komuniku me ta, se duhen për çdo gjë përditshme. Si ka qenë adoleshenca jote, si Dorele dashur? Pak e rrjept. Nuk di jam të u thon fjalën tamam, vesh pak e rrjept, se prindi kam pas alama mentalitetin e Shqipnisë, përse si do të me kanë femna, jo mu martu, jo me burr, jo me kështu, a kupton, edhe nuk në leshtin as me dalë të dera shtëpisë. Po rrena heq, as me dalë të dera shtëpisë. Dhe ti i ke mbijetuar mentalitetit, e ke thyer mentalitetin, apo çfarë, je përshtatur, apo çfarë? Po kur je re, du të mu përshtat. Du të mu përshtat se jeton me ta. Kupton. Atëherë, unë për veti, unë shkova martova, bana fëmijët e mi edhe... Shkova martove, pse si u martove ti? Shkova martove, sa e mirë që je. Jashtë si të talë. Mirë, a do na përshkruash pak emocionin e qenurit nën për herë të parë? Nuk e di si do na përshkruash. Një moment i vështirë, i bukur, i magjishëm, i mrekullueshëm. Na trego diçka nga të qenurit nën për herë të parë. Ma e frikshëm e njëtën teme, kur kam linë vajzën teme, se më ka linë 2 muaj heret, e nuk e kam di gjo se kam më linë, aq heret, edhe nuk ishim as i gjo përgatitun, si kot shkova te spitali, edhe 2 ditë mrapa shkova vajza, edhe më ka linë vajza e kile e gjysë, so ka një gjo ma bukur se e shef vladin tanë, vesh plot frikë, mos më trajt heqëm. Ka linë vajza e kile e gjysë dhe sa grimi, ka që sa 2 durë të mje po ka. Sa një pëllëm me dorës, po kuptohet. Ka kanë sa grimi, ishte shumë e vogël, dhe nuk e mlashin as me majt hopa, nuk isha drejt, ishte si një inkubator dhe... Inkubator, po. Gishtin me makop gishtin, me mund me makop gishtin. Që ta ndjesh atë ndjesine e fëmijës tënd, po. Po. Por, gjo më të bukur, e një temë s'kam bë, për vetë a din? Bëj mama të ngjaj, thot asaj puna, apo jo? Po, a shumë gjo bukur, se duke sikur je ka rrit vedin mërna fëmijëve tua, a kupton? Më duke sikur vajza jam unë. Dhe vesh kam mushi plot dashni, vesh me dasht, e kam si shoqe tash, se a bo 10 vjeç tash, po kam si shoqe. Ta kesh me jete me shëndet. Si vijoj jeta jote e dashur si Dorel pas atij momenti që fëmia aq i vogël, një qenie aq i vogël që faleminderit Zotit, po rriti dita ditës dhe ti shikoj ato ndryshimet. Si ishte ajo periudhë për ty, si e përshkruan?
Aja për ju, me ta përshku të aman, pa rena heq, ka kem për ju ja ma shtirë e jetës teme, se më kishte kap i depresion, se më dukte sikure trupi jem nuk e bani një që u desh me bo, për shembull se mlini herët, 1 kile e gjys, jo mrena për jashtë të spitalit, kishte kap një kështu OCD që kisha ngel vesh ka pastrojt derisa më qiqin gjak gishtat e durës. Më kishte kap një panik se më dukte sikur o me maj gjatë, dhëtë me i dhonë gjysë qatë, dhëtë me e bo perfekt për vajzen, po masim kalove aja fazë, isha në regu, adin, po në atë fazë, ga që kolin si kolin, nuk isha në regu, mos me trajtë. Patjetër. Absolutisht. Si e përballove Sidorel, si arrite të kapërcej atë momentat që të vështirë, se sa po e thej që ke patur atë idenë që unë dua të pastroj, të rregulloj këtë atë, sepse nga vështirësitë e jetës krijohen edhe këto. Si fitove mbi vetveten? Para na fillova meditimet. Okay. Me meditu. Edhe meditimi është nuk dia, din është vetëm me mësu si me marr frymë, që me Po, patjetër. Okay. Dhe non-stop ishe në kontakt me tokën apo që me kanë këtu në këtë moment, që me nejt present në këtë moment që jena tash. Kur mësova, më dukte sikur më lehtësote truni avash, nuk më dukte çdo gjë, panik, duhet me kryj se s'ban, nuk ka bë perfekt. Du të mu qu me i latë tana pjatat, edhe pse janë tana të lame, një piru një aty të me thonë, hini edhe Aty mendja tek piruj. Një piru të me thonë, hini tanë shpis mërë edhe vesh se nuk ashtë gjatë që kryot mëra dita është, po vesh ka vesh ka marrë frymë, vesh ka marrë frymë, se isha vesh vrap, shpejt me i kryj senet. Bravo, si vijoj jeta jote më pas? Pasi vajza mori veten, doli nga spitali, pastaj çfarë ndodhi me ty? Doli nga spitali edhe unë isha në shtëpi me vajzen. Isha në shtëpi me vajzen, kam nejt 4 vite në shtëpi me vajzen. Nuk më foli, shkosh atë këto kështu doktorave edhe më thoshin, njëri më thote nuk ka me një gjuna e herë, nuk ka me fol, nuk ka me kështu, edhe më kapte vesh panike, stres e prap kështu. Po, shiqyr zotit, e kam shnosh si vëlla flet, nuk po shon të fol, një gjonë gjithë shallë, ka herë banë si kurs një gjonë. Por në atë kohë e kam përjetu shumë keq, mos me trajtish. Po tash, ati mrapa avash, u bë vajza 4 vjeqe, e hapa një dyshan robash, aty në Wood Green. Edhe fillova, më duk si kur dola e fije pak e një jetë, a kupton se ishte ba ta njeta vetëm... Si kur po merje qik frym, po. Po merja pak më shumë frym, se ta njeta vetëm, oh my god, stres, se sa do që e donë fëmin, nuk ke halas dhe man, po mërzit, a thu po më të beboj këtë gjo, pëse s'kujt. Se s'hongri, e mund kishte ka kështu, gatuj, shploj, vesh perfekt çdo gjë, por masi e hapa dyqanin më duk sikur jam lehtësu komplet se filloi shkollë vajza e ishte në rregull me shnetin, a din kur e ka shnetin. E dashur Sidorel, më fal, pra ti ke ndjekur studimet, pra edhe shkollën fillore, edhe shkollën e mesme, edhe kolegjin, edhe gjithçka, ti ke ndjekur në Londër. Po. Po nge shtatzon me vajzen, kam shku në universitet, 2 vite kam bë për avokate. Okay. Po kile shtatzon me vajzen edhe kisha menjen vesh du me nejt me fëmin tem. Okej, është në ëndër në sirtar, në atë sirtarin tënë të ëndrave që një ditë do të realizosh dhe ti do diplomohesh dhe ne do të kemi një avokate? Absolutisht jo, se unë atë gjo, veç për printe mi, se do të babi që me kry unë atë gjo dhe hinan te për babin. E kam qartë. Ne i përshëndesim fort printe tu edhe familjen tënde të mrekullueshme. Mirë i dashur, vajza u bë 4 vjeç. Ti e hapi një dyqan në veri të Londrës, aty ku ka shumë shqiptarë që ne i përshëndesim fort në këto momente, më pas si vjoj jeta jote? Më pas, eci ma qetë, po më duk si kur kisha i beb të shpia, vajzën në shkollë, kisha hapi beb tjetër, tërse biznesit ta mërë tonë ditën, tonë energji, je lidhën komplet, deshte, je komplet e lidhën. Edhe jam knaq, mos me trejse, ishte dyqan për femna, vishin vesh vajza, risha të bo muhabet, s'po tuish, jo njona ha, jo një tjetra i, jo provo roba, më ka kalu dita jash masit mirë, para na heq. Bravo. Sa vite zgjati biznesi e pate këto aktivitet? 3 vite, se lina djalin, edhe kisha në plan që masi ta lini djalin, po du me qunë kopsh direkt, që të vazhdoj punën, po sa lina, du me nejt me bebin te, me mylla direkt dë qonin. Mos më thuaj.
Unë jam e marru me masmive, sa i shumë aty. Jo, e di unë që je i mbaruar, je i çmendur fare, se do na tregosh pak më vonë edhe një nga ato çmenduritë e tua më fantastike që kam parë e dëgjuar ndonjëherë në jetën tënde, por vetëm pas pak dashurmi, që ju ftoj të qëndrojmë së bashku. Mirë, e ndan dot dashurinë e parë, pra dashurinë e vajzës, nga dashuria e dytë, nga dashuria e djalit. Çfarë ndryshimi ka dashuria e tyre? Çfarë sensacioni? A e ndan ti si nën dy ndjesi apo është një ndjesi e ndarë në dy pjesë? Si e komenton? Nuk mundesh me ndo se dashnia për të dy është njësoj, po të dy kanë komplet tipat e ndryshme, a din, edhe ma duk të mora hat me djalin, se kur e ban dytin, e din se çai të bo. Din se si me ushqy, si me vu me fjeta, ma nuk jenë panik, a bona mira, se bona mira, a ndrova ta mana, a kupton, gjonat ma të vogla duken gjona hiq e në atë situatë. Zdi gjo, djali ma kollon një lepsi se e disha se qa isha të bo, e nuk isha në panik, ka pastroj e kështu, mu duk sikur mu isha me shiju ma shumë me djalin. Se sa me vajzën, se pishtë ka vesh paniku e shnetit soj, a din? Nga që ka lindu para ku, e kuptot, mështë e natyrshëm. Ja smunem, se une i du vajza po thuj ma pojto, djalin e kam i tu, edhe të dy jam Ja, të dy janë këtu? Po, të dy jam plotësisht, i marroj mas të dyve, jam shikshu e fiksu, i veç du me jam bo shefin, e mos me jam prish shefin, edhe veç me i dosh, dhe që atitër kam me i dhonë, veç dashni. Bravo. Mirë dashur, e linde vajzën, e linde dhe djalin, u kompletove? Mendoj që u kompletova, apo jo? Plotësisht, e kisha marak me bolli i fmi, kisha marak se e më kishte hi frika me vajzën, nga qilini hire të sha, s'baj mo, një edhe kryva pun tonë ban, edhe një ban, po s'kishte shanse, po kur më mush me një vet, e bona atyre thash, okej, o mëllë më habet tash, Tani përfundimisht ata e ke ndarë mendjen që ta ndajmë edhe ne ta marrim vesh. E ke ndarë mendjen dy fëmijë dhe s'ka më, apo mund të ketë edhe një të tretë, të katërt, të pestë, apo? Absolutisht asnjë, se unë jam shumë single tash për tash, edhe nuk Je shumë single, okay. Jam shumë single, nuk e kam ndërmend absolutisht. O zot, sa fani që je. Pa një lidhje një gjas, si dihet se si vjen e ardhmja, se i tash për tash. Jam shumë single. Po, për fëmijë më a myll. Okej, sepse je shumë single. Po. Sa më pëlqej ajo fraza, jam shumë single. Mirë dashur. Tani ti ke ndërtuar një jetë disi ndryshe, sepse edhe unë e di që jemi njohur pikërisht nga rrjetet sociale. Ti sapo deklarove që nuk ke dëshirë ta rikthehesh në universitet që ta kryesh, por që i ke kryer disa specializime në disa fusha të ndryshme, pra ke studiuar diçka në jetën tënde nga disa gjëra. A mund të na i përmbledhësh disi shkurtimisht? Qa s'kam studiuva për avokate, kam pas punu edhe po hi në universitet kam pas punu të Counseling and Field Benefits Advisor, që një mosha njerëz për një pra, tek bashkia e zonës. Po, edhe i kam bërë krejtë ta punë, për nuk ashtë se... Dhe asnjëra prej këtyne, asnjëra nga ato punë dashur nuk të hyri në sy fare, nuk ta mbushim mendjen. Absolutisht jo, nuk kam qef me punu për kërken. Okej, nuk ke qef, mirë. Nuk kam qef. Dhe vendose në një ditë bukur që ti të punoje për veten. Tash na trego pak si ishin ato fillimet e tua që ti të punosh për veten. Okej, pa mi ba djali 1 vjeç, e kisha vendos që mu da me shpurin. Nuk dosha ma, nuk po hecte ma, adi. Edhe kur ndova, vazhdova të punu kështu microblading, se të dyqani mamit të bëk shumë microblading për veta, që është tatuazh vetave. Edhe i bëna ata... Po që është tatuazh me prerje. Po. Se mami kishte salonin u dukte i gja easy me hi asaj punë, se nga që isha single mam tash e du të me vazhdu punë. E kam qartë, e kuptoj. Edhe e bëna atë punë, por asaj asë më pëlqevi. Asa jo nuk ta zuri atë idenë tënde, je? Mami kishte qef me ma mësu flokun, po e kisha me pritesë, se mos me trajtit që jam shumë kështu demele, kam qef me i bëj gjëra shumë easy. Shumë easy. E lumja te, Muhamad, keqen tënë, e lumja te. Po duke sikur e kam punën boll, e kam fëmijët, kja boll për mua, kupton, puna tjetër, leku let vinë rahat, mos lodhem, mos shkatrohem me marr leku, e du easy krejt. Atyran pra, as estetika nuk bëri punë tek puna jote. Jo, asnjë nuk e pëlqeve. As estetika nuk zori. Po më pas ç'a bëre?
Aty ku kam pas dyqanin e rrobave, i kishte hap një kinez, di kështu dyqan kinezë që kanë kështu rregexhin ndaj vathë, ndaj sene. Edhe shkova bleva dy si kështu, me i vun flok, me i pshtjell flok, thash, Okej. e po shoh apo më dalin bukur. E bleva 6 copë, 2 për mu, 2 për mamin, 2 për motrën. I bëm me flok tonë Nadje, sa marru me ditën e punës, e hek me flok, oh my god, 9 floku. Ka shërina më të bukra s'kena po kërkona, din, parukjeri kam të dyja, mamin e motrën. Okej, e bëna i video për TikTok, se kisha thënë me vidi, o marrukja punë, nuk du me nejtë më këtu. E bëna i video për TikTok atë natë, edhe thoq, bëhet qatë bëhet, e këtë video e bëna. Edhe video ka fillu kështu, se anglisht i kam bë krejta, shif mi flok, që sa bukur më dolen flok, ishte bëna. O shgjova Nadje, kishte shku video par virale. Edhe krejt komentet, ku mune me ble, ku mune me ble, ku mune me ble. Dolan e Nadje, dola shyra mu isha me gjetë mo këshijet, me mujt me i shit, a din, nuk i gjeta kurkon. E në telefon me shoqen, teme, aja mi gjeti online, për 10 minuta hopa biznesin e-commerce shop në Shopify, direct Crown Quells Peak Shop, edhe njëjt natë, fillova të ba leku në karin 10 minuta, zotja. O kry shumë shpejt edhe ishtu i kam qef gjanëtën, shumë easy, kështu. Pa u lodh heq, o kry, ishte i gjatë që i kisha qef, edhe u ba. Bravo, seriozisht bravo. Cili do të ishte mesazhi për shembull për nëna që po na ndjekin në këtë momente që janë në pozicionin tënd? Do kishe një mesazh sensibilizues? Mos u lodhni shumë. E shijoni fëmijët, se fëmija është me të kënaq. Mos u lodhni shumë, ne po na bien lesht e kokës nga stresi. Kjo thot mos u lodhni shumë. I kja kohë është i kohë që nuk kthehet mbrapsht me fëmijët e tu. Kanë mu rrit shumë shpejt, edhe kemë thonë, oh, veç vrap pastrova, vrap gatova, vrap punova, edhe nuk i shijova fëmijët e mi, edhe fëmijët e tu ikën për shtëpisë edhe vazhdunin. Okej, si shijon si Dorila Çokaj fëmijët? Po deftoj se si kam shiju. Ha, të lutem pra na e trego, ha. Masi e hapa këtë biznesin online, e merdhëm këta life coaching session, se fillova me fjallë paka shumë, me pak fjallë ka jap men. Nëse, fillova aty, vazhdova me ata, e pova si po vjen lek. Pra, sepse për të dhënë mend, tregon që ti ke aqe shumë mend, që ti japish mend edhe të tjerëve, apo jo? Po. Bravo, halal qoftë, po. Çfarë ndolli? Hana tregoa më të keqen. Atyran, thash, a di qa, leku po më vjen, nuk po më mungon. I gjatë që gjithmonë kam pas qef me ba, kam pas fiksim gjithmonë me shëtit botën. Më dukte si ditë për ditë që i fëmijët në shkollë, vajza nuk du me shku në shkollë. Hargjoj e krejt energjinë, lodhë shkatrojo, për qa vesh me i qunë shkollë, thash, du me ba homeschool. Du me i majtë fëmijët me vedi, me pa botën me ta, me shiju taman me fëmijët e mi, se me këtë tjetër po shijoni të këtë gjohë, përveç me uladin tanë, se nuk ka se mund është me shku me i shoqe, me shiju taman. E kja gjohë që dosha vesh me fëmijët e mi, edhe mi adhoni mësimin vetë, se ishte gjohë shumë e bukur për mu mi adhoni mësimin, edhe e bona, o qova për 3 ditë më mush menja, o qova shëtita me fëmijët e mi, për një vetë në përbot edhe jam kënoq. Një sekondani, para se dalim tek shëtitja, na tregoj një herë dashur ato elemente që më ke treguar. Ke shitur gjithçka, ke lënë gjithçka, ke prerë biletat pap hape mbyll syt dhe je zhdukur. Po, më shmenja ditë e diell që du me ik, ditë shtu, po ditë e diell, ditë hane, e dark i preva biletat. Okej. Për Thailand, për ditë ejte, së njëjtë njoftë, për të ejte Nadje që mu nis, njëta 3 ditë, i mbledhe tonë të ishat që kishin aty në për shtëpi, i qova kështu qari i shop, në i gjatë që ishte mu shita, po qatë që lash aty, ishte motra që mujte mu marë mrapa që me heka, po qatë do, se unë e kishte staku, nuk po më të heka si gjani këtë shtëpi, desha një fresh start, a kupton, me lëshusha kam pas, me vazhdu për shasht. Okej. Uniset. Unë nisa me fëmijët, më parë në heq, shumë frikë më kishte kap, shumë emocione se me boj hap të madha ashtu, me i dzerë fëmijët për shkod, me shku single mom, veç me 2 fëmijët, pak emocione kam pas parë rejna. Edhe siklet, edhe vështirësi, edhe frikë, edhe përgjësi e madhe, kuptohet. Përgjësi për fëmijët e kam marrë gjithmonë. E kam përsi për qysëm ka linë vajza, e kam atë përgjësi për se unë jam aja që jep dashni, unë jam aja që jep bukë, unë jam aja që e veshë këtë fëmija, kupton? Një përgjësi është për fëmijë qysh momentin që linin, sa atë përgjësi nuk e kisha problem. Se di se
fëmijët e mdojnë, unë i du, me një gjumë një gjonë, janë fëmijët mrekullueshëm. Nuk po kam nej hall me ta. Shnetin e kanë, me hongër hajnë gjithçka. Nuk e kisha Marokun të fëmijëve, po Maroku i vetvetes a thu më në mia dal. E kam qartë. Aja me kryq shtu se të fëmijët kur s'kam pas Marok që s'kam me mujt, a din? Se e kam bë gjithmonë. Si isha këtu në Angli, si isha në Shqipni, kudo që jam, unë për fëmijët e mi jam paraqit gjithmonë. E kam qartë. Unë nisa për Tajland. Pam avioni për Tajland. Po, unë nisa për Tajland. Në avion, se ishin 2 aviona, avioni i dytë ishte kur ul, pa ul, ishte vajza aty afër meje, ishte ka del gjidhe, edhe tha, mami tha, kena marr venimin më të bukur e kena. Fantastik. E më duk si kur më zera, se thash, që se po thuhet, se po dhe barak isha djerë tash. Po, e zdi që më duk vedi si nga njëna anë, nga si print e mi, se u qunë në lani Shqipnin, po di se qa është po, shumë shpejt, hapen bëllësy, po. E shiten shpini, shiten krejta, po di gjose qa bëhet e non tjetër. Edhe vesh mirë i ka hedhë, a kupton? Pa diskutim. Edhe të qa, i tasha momenti se po se bona i tash, kur ka me bo? Për shamu, kur rritë ma shumë, unë s'ka me posat, vullnet e nështë edhe në trup, po atë fuqia, kupton? Kurse i tash, jam e re, e kam me vedi, jep i gaz. Bravo. Mirë, bërritët në Tajland. O shkova nejta në Tajland një 6 muaj. Ishte shumë perfekt. Si ishte jeta në Tajland? Si funksionon? Çfarë sistemi ndiqe e atje, ushqimi, jeta përditshme, jeta natës, e ditës, e mesditës, e para drekës, pas drekës? Na tregon ndonjë element kështu karakteristik, ndonjë gjë që të marrim ndonjë informacion live. Okej, në raport njerëz ishin njerëz shumë të mirë. Po, njerëz butë janë kështu, si rrashun, rrashë e butë. Shumë dashtun edhe marrojnë mas fëmijëve. Nuk ka se kisha seklet që po me fliqin fëmijëve, se gjithkush vjen e i flet fëmijëve aty se marrojnë mas fëmijëve. Jo mi ia dhoni frut, jo i lepir se jo disha u marroshin mas fëmijëve. Jo nisha vetë shumë e sigurt. Edhe ishin shumë si u ambientove pikërisht në Tajland? Ku i gjete shtëpinë, ku jetove, si jetove? Po, unë kështu e gjisha shtëpinë këtu në këta website në Facebook, House for Rent këtu në Thailand, edhe e gjesha aty, po ishin shumë lirë atje shtëpijat. Kurse këtu në Angli, sa krau, thësha, po i paguj krejta këtu, edhe vesh po pënoj me jetu, kurse aty po pënoj e po shejoj pakten, a din? Për shumë një vila, një gjatë bukur aty me i pishin, aty me fmit e tu, knaqesh, mësimin jam këja vetë, me shëtisim të ditën vetë, nuk ka se kam hi kështu fuqi me kërken, se kisha fiksimin veç me nejt me fmit e mi, veç mu lillë të aman, se mu duk si kur kishin përjetu shumë kur ndova. A kupton, edhe mu duk si kur alon nuk u lillë me të aman si njët, që ta dim që jena bosh, e kina njoni tjetrin, e s'kina nevoj për kur i sen tjetër, kur e kina... Edhe sidomos edhe fmit e mi kam shef që mu rrit shumë të ofër me njoni tjetër, mu ka rrit mami këshu me motrën, edhe këshu me votën. Edhe kam shumë shef që ta din fmit e mi, edhe po erdhe dita që unë nuk jam këtu, e kanë njoni tjetrin për gjithçka. Pra, e dashur si Durrell ti ke vetëm një motër? E kam një motër, 1 vit më vogëlson, edhe e kam vën 10 vjet më vogëlson. Ah, okay. Ti kesh me jetë me shëndet, i përshëndes fort. Mirë, 6 muaj në Tajland. Po. Okej. Nuk si ka 6 muaj plotësisht, se u qova ika mas 3 muajve, u qova ika në Bali, nejta 1 muaj e gjysmë në Bali, u ktheva prap në Tajland, nejta 1-2 muaj se nuk lejon viza me nejt shumë gjatë. Nuk e kam ditë këtë gjatë, po se gjithmonë kam menu, pasaport britishe, po a nej nuk hinën punë hiç. Ka thënë i moçmi, më mirë një i shëtitur se një i ditër, apo jo? Kështu që ai që shëtit merr informacione, mbushet me informacione, këshe botën, kuptohet se merr informacione dhe je i informuar, je i mirë informuar. Mirë, u ktheve sërish në Tajland, pastaj more vendimin që ti do të ktheshe, do të shkoje ku? Çfarë ndodhi me ty, me fëmijët e tu, si vijuat? Për në Bali, se shkova 2 herë në Bali, se shkova me ba një kurs herë në dytë, një kurs për yoga, që gjeta këtë yoga kurse gjeta online, atëherë gjeta një mësuese që vite kur i kisha fëmijët në gjumë, në 4 nadje, se ma jepte mësimin ditë në nadje, me i fjalën herë të nadje, që i kisha fëmijët në gjumë, studimin e basha ditën, që një ku paktin që kam qef me mësu, adin? E kam qartë. Edhe mu isha me i ba krejta me fëmijët, më duk shumë easy, edhe ishte shumë e lirë. Shumë e lehtë, po. Shumë e lehtë edhe shumë e lirë, edhe më duk sikur perfekt, po vinë shumë gjona kështu bashkë. Aty shkova në Malaysia,
nejta... Malezi, po. Po, se kam dëgjuar kërkën ka thot jashtë. Malezi. Shkova në Malezia, nejta një muj aty. Po, Okej. edhe kur shkosha në Malezia, shkosha vetëm për punë vizë, se për shiftem, risha gjithë kohën në Thailand, a di? Atëherën, mu shmenja thoq, hajde shkojmë në India herë, shkova deri në India, nejta një 4 ditë me fëmijët, po nuk më pëlqevi hiç, as mua as Nuk të fëmijëve. tërhoqi fare. Absolutisht. Kishte një farë atraksioni në Indi. Ishte shumë rëmuj, as era nuk u merrte frymë mirë, ai të kuptu ishte shumë pislek. Nga që mbi popullim edhe kuptohet. Po, edhe nuk po më tërhikte asnjë gjë me nejt me po. Edhe atëherë thamë për në India, vajza tha hajde shkojmë në Turqi. Okej, u nisme për Turqi, nejta në Turqi një aj muj. So sa e çuditshme që je, sa fantastike je, u nisme. Po, kur munesh pse jo, nga që e kisha staku, veç me shetit, edhe I thosha vajzës, qa dush me bë, ku dush me shku, unë nuk thom jo, veç më diftot, qa ki qik me, se kja ondra jeme për shemë, ka kanë me shetit, ju jeni këtu pjesë kësaj, se djalin e kam pas 2 vjeç kur nisa, ju jeni pjesë kësaj, qa të kesh qef, se vajza ishte nuk është Ishte pak më e madhe, po. 8 vjeç, aja, di si qa donë, aja mund... E kam qartë, po. Po kam qefi këtë gjame e po, atër kur shkoshe me një vend, ishte si pun geography, që shkoshe me gjeshëm ku janë vendet, ku dëna me shëtit qëtër me po, I bashim tëna si familja, dine ishte shumë bukur për mu, me kalu një është më dukte si kur e kam skuadrën teme, vajza e djali a skuadra jeme. Sa bukur, je shumë e mirë, bravo, halal qoftë. Mirë, vendoset dhe u niset për Turqi. Po shkova Mbritet në Turqi. Po mbrime në Turqi, Turqia më pëlqeve jashmaset, se ma kishte shumë mollin e Shqipnisë, më kishte tha, se kisha met vesh ka ha ushqim tajlandeze, balineze, Malaysian, edhe më kishte tha molli me hangër bukën tonë. A kupton? Se sa jena arrita në Turqi veç burek. Ditë e natë veç burek të hangër, se më kishte tha uja për ushqimin tonë, s'digja sikur po ma lypte trupi. Atëherën e pava se Turqia me Shqipnin ishte veç 1 orë larg me avion. Se mami kishte diçka, po. Edhe I thash mami, a di qa, se ka që nejta I mujë në Turqi, thash, a di qa, e shkoj Shqipni se po vinë Shqipni, shetisim Shqipni se, ishin edhe do vene në Shqipni që shkoj për pushime për shembull shkon te plazhi, shkon Tiranë, shkon Shkodër, po me shetit tamam Shqipni se kisha shetit asnjëherë. E thash, gaçi kam marrë me shetit, me fëmijët, po shetisim tamam se s'jam për ngut me shku kurrë. Bravo. Pastaj pas Turqie, u ndale në Shqipëri. Po, lash ika në Shqipëri. Mbas sa viteve ke I rikthyer në Shqipëri? Unë shkoj për çdo vit Shqipëri. Bravo. Për vet, nuk ka vit që ndaj Shqipnin. Vjet isha, edhe si mjet ta po shkoj me fëmijët pa diskutim se nuk ka, e kam edhe gjyshen, nuk ka si veni jot, s'di si të shku dikon e mas me shku. Ne jemi këtu me trup, për mendjen edhe zemrën e kemi atje pa diskutim. Sa ki qëndruar në Shqipëri atë ko? Ja nej, atje isha ratu me fëmijët e mi, se këtej se atje më duket jeme njerëz tu, jeme gjakun tanë, flet gjuhën tone. A din, ma bukur, ma jetes e mirë, se e di pse prind kanor këtej, se jo sene, jo tira, jo leku, po tash që aja gjo nuk po na mungon. Qa po lypin këtej, kur e kina venë. Po përfundimin isha atje ta po përfundoj anej. Po, mos e kej me rak fare se ti e unë shumë tjerë, si puna jonë, me ndihmën e Zotit atje do të kthehemi sërish një ditë. Po duke shpresuar sa më shpejt që t'jetë mundur. Mire dashur, qëndrove në Shqipëri, pastaj destinacioni radhës cili ishte? Kisha marrë një makinë me qira në Shqipni, por asnjëherë s'kisha kanë në Kosovë. Asnjëherë, edhe kam pas shumë shoqni kosovare këtej, edhe po kurrëherë me shku me marrë rrugën për anej, atëherë mami nejti një javë në Shqipni, sa u qu mami iku, u shova I mora fëmijët në makinë hajde xhiro deri në Kosovë, nejta një javë gjysë në Kosovë, se kisha marak me po. U knaqe patjetër. Jam knaq, njerëz shumë të mirë, më kanë respektuar maksimum, kudo që jam kthy, s'digja kam I dashnia, I të kuptoj, se nuk pritësha kur sen, nuk disha si po jona, s'tek po jona, edhe mësova shumë, se isha të nejtë një Airbnb, edhe kja gruja, kja kosovarja, po më tregote, se kisha shumë pyetje për luftën e për gjonat, se
e kam një gju, po jo me një gju taman, a Jo di? që ta përjetoje, po. Po, edhe nga që njerëz të saj e kishin përjetu, e ishte këtu në atë kohë. Ishte diçka real, diçka e vërtet, ishte historia e vërtet, ngjarje e vërtet. Edhe ç'a bëhet me njerëz tonë taman. Edhe po ma diftote për këta gjona, jam kënosh, edhe më dukte sigur po mësosha taman çajna të bo, ç'a ka bëhet, ku a bo, a din? Edhe jam kënoqe në Kosovë. Atëherë mu dëshmorë në Angli, erdhe në Angli një 3 ditë me fëmijët, edhe më kishte kap një mërzit papa me kur u ktheva, se Kur u ktheve? Po, erdha vetëm me kap disha se gati më erdhi në fund vite, se e kisha staku një vit du me kanë shumë selfish. Me bo veç mas fëmijëve të mi e mas vetit. Nuk po menoj për asnjë njeri. Po erdha se kisha hall një kartë banket ma kishin myll, se nga që risha të shetit ma kishin myll njënin kartë e bankës, erdha me rregulluat punë, atëherë priva bileta direkt për Egjipt, se më kishin mit mara këta piramidat po e pas. Piramidat e Egjiptit. Shkove dhe në Egjipt, okej. Cili ishte impakti me Egjiptin? Cili ishte ajo atmosfera si u ndjeve? Me Egjiptin më ka pëlqyer jashtë këta piramidat e gjonat, historia e këta që se kena mësu shumë me fëmijët. E kena pa shumë ushqimi, ishte shumë i mirë, po s'di gjatë e njerëzit i fije si këshok. Si ishin njerëzit, aman na thuaj, si të duken? Nuk ka se femnat ishin këqija absolutisht, veç adin kur jam moshkull shumë musliman, edhe njën edhe vedin pak në siklet se je po burë për kraj, je veç me 2 fëmijë, adin. Një aty ishte krejt kja, po nuk ka se m'nullin e gjok, apo më ka bo kush, apo më ka thonë kush në esenë se unë. Ti gjok jam një shumë e mrojtun në të në kodë, si kur ishte kam mrën zote, adin. Po njëja ko ka një vetë me siklet me Egjipt, veç njëja gjok. Ndoshta pak edhe nga që ti vjen nga një realitet tjetër, pra shumë vite jetese në Angli, pastaj duke shëtitur në përbot, dhe Egjipti kuptohet që nuk është e njëjta frym, nuk është e njëjta racë si me Tajlandën, si me Egjiptin, pra janë shtetet ndryshme, kjo kuptohet, Egjipti i madh, kështu që ndoshta pak mentaliteti, pak edhe disa gjëra, disa elemente që bëhen bashkë, që në një mënyrë apo në një tjetër, sikur nuk e ndjerë shumë në komoditet plot, sikur je ndjerë në për shtete tjera. Fix, mos me trajt hiq, nuk jam një kurkun se jam një në Tajland. Edhe pa i gati mu ke mu shmenja, se gjeta i shpi me qira, gjeta shkollën për fëmijët, edhe thash, ati qa, po jam gaz këtej se a kam pëlqen shumë, veç isha shumë larg njerëzve të mija, mu dukt me fillu jetën edhe i halli gjo me pas, apo i qef, i gzim, i detlinja, i qado, nuk mune mas me shiju me njërës të mija, din, edhe vetëm një e gjo më bani më këtë. E vetëmja penges. Po, e për qef tem, atë i sharatu. Pra, atë shumë të ka pëlqyer Tajlanda? Po, se ashtë kja, kur e ka hanë ushimin, a ka vjen direkt prej pems, edhe nuk e marak si u boa, tek u boa, se djilja ton kohen, fruta, përime, gjona po limit, nuk ka gjo më lezet, se duke sikur edhe këtrupi. Gjithçka e freskët. E freskët, edhe vesh gjel brim shef gjithkun, babe, edhe vesh plazh, edhe duke sikur jenë qëtësi. A kupton, kurse këtu nuk kena as djil, më babe, duke sikur të thahet trupi, po djil. Tashi, ne atë grihen e kemi kështu tonën, apo jo? Po. Unë 12 vite në gri, kurse ti ke 20 e kusur vite, kështu që qatë bëjmë ne? Nuk kemi qatë bëjmë. Mire, dashu, cila është një ditë e jotja normale këtu në Angli? I ditë normale për mu. Okej. Zgjohem ja jorë para fëmijëve, e baj meditim, e baj një gjysore yoga, veç sa me fillu, veç sa me shpërhap trupin, s'dija sem të ta shprejta man, veç sa mu ba gadi për të shlodhesh, që ta fillosh ditën me pozitivitet, ta fillosh ditën mirë. Po, shplahem, bam gadi, o shqej fëmijët, i baj gadi se i kam futur në shkollë tash, se i këtë vit e kisha stakur për bam selfish, atin. Edhe i qoj të shkolla, aty vazhdoj punë, një kliente për life coaching, filloj aty, ose kështu packages për biznesin për këta të flokëve, edhe erdhi në fund dita, jo i shopping, jo i pastrim, jo i gatim si çdo femën që e ka fëmijën për shtëpi, o më dita shkoj marr fëmijët, si gjithkush. Bukur. Më pëlqen. Më pëlqen mënyra se si ti je, mënyra se si ti funksionon, sepse ke shumë dëshirë që ta kesh jetën sa më të lehtë.
Dhe më pëlqen fakti që ti eliminon çdo element tjetër që të bë zhurmë rreth teje dhe çdo zhurmues, çdo vështirësi tjetër ti eliminon me mënyrën tënde dhe vazhdon jetën tënde me shumë relaks, me shumë pozitivitet. Bravo, seriozisht bravo. Jeta shumë e shkurt, më ka vdek gjyshe para 2 viteve dhe gjyshin e kam dashur si me kanë Më vjen baba. keq, kjo është jeta, po. Edhe para si me vdek gjyshe, gjithmonë thote, me kanë edhe i herë gjysh 30 vjeç, me kanë edhe i herë gjysh 30 vjeç. Hej, thosha gjysh, qa kishe bo? Tha, s'ma kishte tha një për kërkën, tha, vish kisha bo, qam teket mu, me qetësi, me rahati, me bukuri, me lezet, a din? Po menu, jo opinioni, jo menimet, jo senet, jo tjirat, edhe kur vdeku, në vite kjanë menja, për të herë se ti 30 vjeqe Që kujtohesh, po. Ti je 30 vjeqe, pëse si ka jeton tamam, pëse i ka stresuash, jo qa tha, jo qa bani, jo pse shkove, jo pse u vesha, se po me nuk me intereson absolutisht hiq. Mirë dashur, cili do t'ishte një mesazh që do t'i jepje gjithë bashkëmoshatarëve? Unë e ti jemi diku një dekadë ndërmjet, diku një 10 vite kemi ndërmjet, kështu që cili do t'ishte mesazhi që do t'i jepje brezit tënd, brezit tim, gjithë atyre persona, gjithë atyre nënave që po na ndjekin në këto momente, një mesazh, nuk e di, motivues, këshillues, nuk e di si duash ti, por një diçka të bukur nga brendësia jote. Shijoni momentin, rrini prezent me momentin dhe mos u stresoni për çka ka me orë, as si ka mu bo, as tek ka mu bo, dhe shijoni çka keni përpara, se çdo gjë që ju doni, ka me ju ardh e ka mu bo, e një moment ka me ardh, por gjithmonë kemi thonë pse si isha prezent në këtë moment, pse nuk e shijova tamam, e ndashko me fëmijët, e ndash një moment për vete, e ndashko me burrin, e ndashko me çfarë do, me këdo. Rrini prezent me momentet e tuaja, mos ngani me shku te momenti tjetër se ka lezet ku jeni. Njoja është këshilla jeme. Mirë dashur, unë të falenderoj shumë pafund, një kënaqësi e veçantë, një emision aq i thjeshtë, aq i bukur, aq dashamirës, një emision që e karakterizoi sinqeriteti dhe mua më pëlqen shumë. Dhe unë të falenderoj për gjithë shka të bukur që na tregove, çdo vështirësi në një mënyrë apo një tjetër që ti ke ka përcyer, e vetme apo edhe jo. Dhe unë të uroj gjithë mirat e botës ty dhe fëmijëve tuaj të mrekullueshëm. Kështu që faleminderit për teje. Edhe shumë suksese pafund. Edhe me të vërtetë është një kënaqësi e veçantë që e realizuam këtë emision live dhe është kënaqësi e veçantë që kemi njohur një si Dorela si puna jote. Shumë faleminderit për teje, shpirtë. Është përshtat që jeni mirë edhe shnet e marrësi për krejt që po shihni. Faleminderit shumë, pull fort, e kalosh mirë dhe suksese pafund. Edhe ju, mirë pashë. Faleminderit i dashur, përshëndes fort gjithë mirat. Mirë, dashur teleshikues, ne kemi përfunduar këtë intervistë shumë të këndshme me Sidorelën, një intervistë e thjeshtë, e bukur, motivuese, duke shpresuar që jeni kënaqur në këtë transmetim live. Ne do të jemi sërish së bashku të shtunën e ardhshme me të tjerë shqiptar të suksesshëm. Misioni vazhdon. Bashkë natën e mirë.